Jordan Peterson, 12 rregulla për jetën, një antidot për kaosin. Në tregimin e Pinokut, një kukull e vogël merr dëshirën e saj. Ai humbet telat që kanë qenë përdorur për ta kontrolluar jetën e tij dhe merr mundësinë të bëhet një djalë i pavarur i vërtet. Por ajo që Pinoku nuk kuptoi ishte se kjo gjithashtu do të thoshte të përballonte të gjitha rreziqet e jetës së vërtet, si dhe mësimet e dhimbshme që mësohen përmes ndershmërisë, miqësisë dhe familjes. Tregimet klasike si Pinoku, si dhe shumë mite të tjera të njohura, pralla dhe fabula fetare, të gjitha portretizojnë detyrën e gjetjes së kuptimit në jetë, si një akt balancimi midis rendit dhe kaosit, të njohurës dhe të huajës, ose sigurisë dhe aventurës. Njerëzit vazhdojnë të përcjellin dhe rishikojnë tekstet historike, së bashku me veprat e filozofëve si Sokrati dhe Aristoteli, sepse kemi etje për vlera universale dhe rregulla që i japin kuptim jetës sonë. Dhe këto janë temat që autori Jordan Peterson ka marrë parasysh kur ka bërë një listë të re prej 12 vlerash të tilla për të ndihmuar njerëzit modern në kohët kaotike të sotme. Rregulli numër 1. Hierarkitë janë një aspekt i zakonshëm i jetës në shoqëri në mbar botën. Prandaj, jepi vetes një avantazh me një qëndrim të mirë. Ka gjasa të keni dëgjuar për frazën pecking order, apo jo? Por a dini se nga e ka origjinën? Vjen nga zoologu norvegjez Theolif Sheldrup Ebe, i cili studionte pulën në oborr në vitet 1920, kur vuri re se kishte një hierarki të qartë midis këtyre zogjve. Në maj ishin më të shëndetshmit dhe më të fortët, që gjithmonë gëzonin dhe hanin të parët kur vinte ushqimi pulave. Në fund ishin pulat më të dobta, ato pa pupla, që i merrin vetëm mbetjet. Hierarkitë e këtij lloji nuk janë të kufizuara tek pulat, ato ndodhin natyrshëm në gjithë mbretërinë e kafshëve. Gaforët, për shembull, qoftë në oqean apo të rritura në kafaz, do të luftojnë agresivisht për vendet më të sigurta për strehim. Studiosit kanë gjetur se këto kimikate konkurruese çojnë në balanca kimike të ndryshme në trurin e fituesve dhe humbësve. Fituesit kanë një raport më të lartë të hormonit serotonin kundrejt oktopaminës, ndërsa raporti tek humbësit shkon në drejtim të kundërt. Këto nivele mund të ndikojnë madje edhe në qëndrimin e gaforëve. Më shumë serotonin bën që fituesit të jenë më të drejtë në qëndrim gjatë lëvizjes, ndërsa më shumë oktopamin bën që humbësit të jenë më të tensionuar dhe të përkulur. Kjo diferencë do të ndikojë në përballje të mëtejshme, sepse gaforët e drejta do të duken më të mëdha dhe më friksuese, duke bërë që ata të tensionuarit të qëndrojnë të nënshtruar. Siç mund ta keni kuptuar, hierarkitë dhe ciklet e vitimit dhe humbjes janë të ngjashme edhe te njerëzit. Studimet tregojnë se ata që janë në ndikimin e alkoolizmit dhe depresionit janë më pak të prirur të hyjnë në një situatë konkurruese, gjë që vetëm forcon më shumë inaktivitetin dhe vazhdimin e vetvlerësimit të ulët dhe depresionit. Nga ana tjetër, ata që janë në një seri fitimesh shpesh shfaqin një gjuhë trupi të mburrur dhe të sigurt, që mund të ndihmojë të ruajë serinë e tyre të fitimeve. Ashtu siç gaforët, njerëzit gjithmonë maten me njëri tjetrin, dhe ne e lidhim inteligjencën e një personi me fizikun e tij. Pra, nëse po përpiqesh të japësh vetes një avantazh, ndiq rregullin e parë, mbaj kokën lart dhe merr qëndrimin e një fituesi. Rregulli numër 2. Kujdesu për veten me të njëjtën butësi si për një të dashur. Nëse qeni yt do të ishte i thëmur dhe veterinari përshkruante medikamente, nuk do të dyshoje tek doktori dhe ta lëshoje recetën pa përmbushur, apo jo? Megjithatë, 1/3 e njerëzve injorojnë recetat mjekësore që u jepen nga mjekët, gjë që ngre pyetjen, pse kujdesemi më mirë për kafshët tona sesa për veten? Pjesërisht kjo ndodh sepse duke qenë gjithmonë të vetëdijshëm për të metat tona, ndjejmë veturrejtje, gjë që mund të çojë në dënim të panevojshëm të vetes dhe ndjenjen se nuk jemi të denjë të ndihemi mirë. Kështu, kujdesemi më shumë për të tjerët sesa për veten. Ky besim se nuk jemi të denjë shkon të paktën deri tek tregimi i Ademit dhe Havës, që u dëbuan nga parajsa. Në këtë tregim metaforik, Ademi dhe Hava përfaqësojnë të gjithë njerëzimin, që mashtruan dhe han mollën e ndaluar të dijes nga një gjarpër i keq. Duke ndjekur këshillat e gjarprit, njerëzit shihen se janë të korruptuar përgjithmonë me ligësi, ndërsa tregimi i parajsës na bën të vetëdijshëm për këtë anë të errët brenda nesh dhe mund të forcojë ndjenjen se nuk meritojmë gjëra të mira. Mund të lexohet edhe në një mënyrë tjetër. Nuk jemi vetëm ne,
por e gjithë bota është e korruptuar. Njerëzit dhe gjarë prej parajsës mund të shihet si përzierja natyrore e rendit dhe kaosit në të gjithë botën. Ky dualitet i natyrës shihet edhe në filozofinë lindore dhe përfaqësohet nga dy shenjat e simbolit yin-yang, ka një anë të ndryshme dhe një anë të errët, por të dyja përmbajnë një pjesë të tjetrës brenda tyre, edhe asnjëra nuk mund të ekzistojë pa tjetrën. Në këtë skenar, harmoninë arrin duke gjetur balancën e shëndetshme midis të mirës dhe të keqes, dhe duhet të përpiqesh të mos shkosh shumë në asnjë drejtim. Për shembull, nëse një prind përpiqet ta mbrojë fëmijën e tij nga çdo e keqe, ai vetëm do të zëvendësonte atë kaos me tiraninë e tepërt të rendit. Kjo na çon te rregulli i dytë: kujdesu për veten si për një të dashur. Pra, kujdesu për veten, por mos lufto kundër kaosit, sepse kjo është një luftë e humbur, dhe në vend që të bësh vetëm atë që të bën të lumtur, përpiqu të bësh atë që është më e mira për ty. Si fëmijë, mund të mos kisha dashur të laj dhëmbët ose të vesh dorashkat, por këto janë gjëra që duhet bërë. Si i rritur, duhet të përcaktosh qëllimet që ndihmojnë dhe përcaktojnë se kush je dhe drejtimin që dëshiron ta marrësh në jetë. Pastaj do të gjesh hapat që duhet të marrësh dhe veprimet që janë më të mira për ty. Rregulli numër 3. Shokët e gabuar mund të tërheqin poshtë. Prandaj zgjidh shok me mençuri. Njëri nga shokët e fëmijërisë së autorit nuk e la kur fushën e qytetit të tij të lindjes në veri të Kanadas, Fairview, Alberta. Ai qëndroi aty dhe përfundoi mes të tjerëve që nuk bënin gjë. Kohë pas kohe, autori do të kthehej në shtëpi dhe do të takohej me mikun e tij. Rënja ngadalë dhe e trisht e mikut bëhej gjithnjë më e dukshme. Ai që dikur ishte potenciali i rinisë u kthye në pakënaqësi të plakjes. Për autorin u bë e qartë që ata të pamoralshmit po e tërhiqnin mikun e tij poshtë dhe po e mbajnë pas në jetë, dhe kjo është diçka që mund të ndodhë kudo. Në një mjedis pune, një dinamikë e ngjashme mund të shfaqet kur një person që nuk arrin shumë vendoset në një ekip të performuesve të lartë. Menaxheri mund të mendojë se kjo do të rezultojë me marrjen e zakoneve të mira nga punonjësi problematik, por studimet kanë treguar se më e zakonshme është e kundërta, dhe zakonet e këqija do të fillojnë të përhapen dhe të ulin performancën e të gjithëve. Për këtë arsye, rregulli i tretë është të sigurohesh që të rrethohesh me miq mbështetës, pasi këto janë llojet e miqësive që mund të të sjellin ndryshime pozitive. Ti zgjedhësh shokët e tu me kujdes është një hap i zgjuar dhe nuk është egoist ose snob. Miqësitë mbështetëse dhe inkurajuese funksionojnë në të dyja drejtimet. Kur ke nevojë për një nxitje, ata do të jenë aty për ty, dhe nëse miku yt ka nevojë për ndihmë për të rikuperuar nga një pengesë ose për të bërë një përmirësim, ti do të jesh aty për ta. Kjo dinamik mund të inkurajojë suksesin individual dhe si pjesë e një ekipi mund të çojë në arritje të mëdha shoqërore. Kur autori la Fairview për kolegjin, ai u bashkua një grup individësh me mendime të ngjashme që ndihmonin njëri tjetrin në studime dhe në shumë arritje të tjera, si krijimi i një gazete dhe drejtimi i një sindikate studentore të suksesshme. Do ta kuptosh që ke miq të mirë kur ata nuk tolerojnë që të fundosesh në negativitet. Ata do ta zgjedhin më të mirën për ty, kështu që do të inkurajojnë të dalësh prej tij dhe të rikthehesh në rrugën e duhur. Rregulli numër 4. Përparimi bëhet duke u krahasuar me arritjet e tua të mëparshme, jo me të tjerët. Ka qenë një herë koncepti i peshkut të madh në pellgun e vogël, por tani fal internetit, madje edhe koncepti i një komuniteti të vogël është një gjë e së kaluarës. Sot ne të gjithë jemi pjesë e një komuniteti global, edhe pavarësisht se ku ndodheni, gjithmonë është dikush më i mirë se ju. Kjo na çon tek çështja e vetkritikës. Tani është e rëndësishme të jemi kritik ndaj vetes. Nëse nuk do të ishim, atëherë nuk do të kishim asgjë për të synuar, asnjë motiv për ta përmirësuar veten, dhe jetët tona do të bëheshin shpejt pa kuptim. Fatmirësisht, është një tendencë njerëzore që gjithmonë të shohim të tashmen si të pamjaftueshme dhe të ardhmen si premtuese shumë të mirë. Ka një arsye për këtë tendencë, pasi na ndihmon të qëndrojmë të motivuar për të ecur përpara dhe për të vepruar. Megjithatë, vetkritika mund të bëhet e shëmtuar kur bëhet e gjitha rreth krahasimit me të tjerët. Kur kjo ndodh, ne shpejt humbasim vëmendjen ndaj përparimit tonë. Së pari, kjo çon në të menduarit në terma të bardhë dhe të zi. Ne kemi pasur sukses ose kemi dështuar. Kjo pengon të shohim përmirësimet graduale që shpesh janë të vogla, por gjithsesi të rëndësishme.
Krahasimet gjithashtu çojnë në humbjen e perspektivës së madhe, duke u fokusuar në një aspekt të vetëm të jetës sonë dhe duke e egzageruar atë. Për shembull, le të themi që po shqyrtoni vitin e kaluar dhe vini re që nuk keni qenë aq produktiv në punë sa disa nga bashkëmoshatarët tuaj. Më njerë mund të ndjeni si një dështim total, por nëse tërhiqesh pak dhe shikon të gjitha aspektet e jetës tuaj, mund ta kuptoni se keni bërë disa përmirësime reale në jetën tuaj familjare. Prandaj, rregulli i tretë është që të mos krahasoni kurrë me të tjerët dhe të gjykoni gjithmonë veten kundër arritjeve tuaja të mëparshme. Krahasimi i rezultateve aktuale me ato të së kaluarës gjithashtu do t'ju mbajnë ende duke ecur përpara. Nëse filloni të mendoni se gjithmonë po fitoni, ky është një sinjal i keq që tregon se duhet të bëni një punë më të mirë në marrjen e rreziqeve dhe vendosjen e qëllimeve sfiduese për veten. Kur kontrolloni përparimin tuaj, mendojeni veten si një inspektor shtëpie. Kjo do të thotë të shikoni gjërat nga lart poshtë dhe të kategorizoni çdo problem. A është një defekt kozmetik apo një defekt struktural? Para se t'i jepni vul miratimit, bëni një listë të gjërave që duhet të përmirësohen. Kjo qasje e detajuar ka të ngjarë t'ju mbajt kaq të zënë me veten sa të mos shqetësoheni për mënyrën se si qëndroni kundrejt të tjerëve. Rregulli numër 5. Është detyrë e prindërve të rrisin një fëmijë të përgjithshëm dhe të sjellshëm. Nëse keni parë ndonjëherë prindër që injorojnë një fëmijë që shkakton kaos, mund të keni menduar, a janë thjesht prindër të këqij apo janë të zgjuar duke lejuar që fëmia të lodhet vetë? Qasjet ndaj rritjes së fëmijëve kanë ndryshuar gjatë viteve, shpesh si rezultat i debatit të lashtë, natyra kundër edukimit dhe opinioneve të ndryshme mbi llojet e instinkteve me të cilat lindim. Në shekullin e 18 ekzistonte një besim i popularizuar i filozofit Jean-Jacques Rousseau që sugjeronte se paraardhësit tanë parahistorik ishin të ëmbël, të butë dhe të pafajshëm. Ata fajsonin historinë tonë të luftës dhe dhunës për ndikimin korruptues që qytetërimi ka pasur mbi ne. Por sot kemi një kuptim më të qartë të faktit se njerëzit lindin me instinkte agresive dhe duhet të mësojnë të bëhen më të sjellshëm, më të butë dhe të civilizuar. Në fund të fundit, ka të ngjarë të kujtoni se sa të egër mund të jenë fëmijët në një obor loje. Shumica e vendeve të punës janë një pamje e qetësisë në krahasim. Sipas autorit, është përgjegjësi e prindërve që fëmia i tyre natyrisht agresiv të mësojë si të bëhet një i rritur i mirë, gjë që na çon te rregulli 5. Prindërit duhet të jenë më shumë se një mik. Ata duhet të rrisin një qenie njerëzore të përgjithshme dhe të pëlqyeshme. Kjo mund të jetë një sfidë, pasi askujt nuk i pëlqen të jetë i keqi, por fëmijët janë agresiv sepse kanë instinkt natyror për shtyr kufit dhe për të kuptuar se ku janë linjat e shoqërisë. Prandaj një prind duhet të jetë i vendosur dhe i prerë në vendosjen e këtyre kufive. Ndërsa kjo mund të mos tingëllojë argëtuese, mendojeni kështu: nëse nuk i mësojnë këto gjëra nga një prind dashamirës dhe i kuptueshëm, do t'i mësojnë më vonë në një mënyrë që padyshim do të përfshijë më pak dashuri edhe më pak kuptim. Pra, le të shohim 3 metoda kyçe për prindërim të mirë. E para është të kufizoni rregullat. Shumë rregulla çojnë tek fëmijët e frustruar që përballen vazhdimisht me pengesa. Prandaj kufizoni gjërat në disa parime bazë dhe të lehta për të kuptuar, si mos kafsho, mos godit, mos shkel dikë, përveç në mbrojtje të vetes. E dyta është të përdorni forcën minimale të nevojshme. Disiplina efektive dhe e drejtë mund të aplikohet vetëm kur pasojat bëhen të qarta. Dënimi gjithashtu duhet të përshtatet me shkeljen, që do të thotë se duhet të jetë vetëm aq i rrept sa fëmia të mësojë të mos e shkel përsëri rregullin. Ndonjëherë mjafton një shikim i zgënjur, herë të tjera mund të jetë një javë pa video lojra. E treta është të jeni në çift. Fëmijët janë të zgjuar dhe do të përpiqen të arrijnë qëllimin duke luajtur një prind kundër tjetrit, kështu që një front i unifikuar është i rëndësishëm. Gjithashtu, çdo prind bën gabime, por nëse keni një partner mbështetës, do të jeni më të prirur t'i vini re dhe t'i kapni ato gabime. Rregulli numër 6. Bota është e mbushur me padrejtësi, por nuk duhet të fajsojmë të tjerët për fatin tonë në jetë. Bota është e mbushur me sfida dhe vuajtje, por kjo nuk është arsye për dëshpërim. Megjithatë, shumë njerëz gjatë historisë kanë parë jetën si kaq të egër dhe të padrejtë, saqë përgjigjet drastike dukeshin të justifikuara. Autori rus Leo Tolstoi e pa ekzistencën si aq të padrejtë sa sugjeroi 4 përgjigje të vlefshme: ignorancë fëmijërore, kënaqësi hedoniste, vetvrasje
ose të vazhdosh të luftosh pavarësisht gjithçkaje. Tolstoi i analizoi këto pozicione në esein e tij Rrëfimi dhe përfundoi se përgjigjja më e ndershme ishte vetvrasja, ndërsa të vazhdosh të luftosh ishte shenjë pa aftësisë së tij të dobët për të marrë vendimin e duhur. Të tjerë kanë reaguar në mënyrë të ngjashme, por kanë zgjedhur të marrin edhe jetë të tjera bashkë me veten, në aktet e njohura si vrasje vetvrasje, si rastet e sulmeve të shkollat Sandy Hook ose Columbine. Në qershor të vitit 2016 kishte patur 1000 sulme me armë në Shtetet e Bashkuara, gjatë 1260 ditëve të mëparshme, ku dikush kishte vrarë 4 ose më shumë persona dhe në shumë raste kishte qelluar veten. Por pavarësisht pikpamjeve të zymt të Tolstoit dhe pa marrë parasysh sa keni vuajtur apo sa mizore dhe të padrejtë e gjeni jetën, nuk duhet të fajsoni botën. Ky është thelbi i rregullit të 6, duhet të merrni përgjegjësi për jetën tuaj përpara sa ta gjykoni botën. Është edhe një shkrimtar tjetër rus me emrin Aleksandr Solzhenitsyn, i cili besonte se ishte mundur ta refuzosh mizurinë e jetës edhe kur ajo ka qenë e egër ndaj teje. Solzhenitsyn është ndër komunistët që luftuan kundër nazistëve gjatë luftës së dytë botërore. Megjithatë, pavarësisht shërbimit të tij, përfundoi në burg nga shteti i tij pas luftës. Ashtu si kur jeta në një gulag rus të mos ishte e mjaftueshme, ai zbuloi se kishte kancer gjatë vuajtjes së dënimit, por pavarësisht kësaj, Solzhenitsyn nuk e fajsoi botën për fatin e tij. Ai pranoi rolin e tij në mbështetje të Partisë Komuniste që kishte burgosur dhe mori përsipër ta përdorte kohën që i mbetej për të kontribuar diçka të mirë dhe me kuptim në botë. Ajo që bëri përfshinte shkrimin e librit dhe Gulag Archipelago, i cili ofronte një histori dhe një akuzë të fortë për kampet sovjetike që ai i kishte përjetuar personalisht. Libri luajti rol të rëndësishëm në shuarin e çdo mbështetje të mbetur që komunizmi i Stalinit kishte midis intelektualëve në mbar botën. Rregulli numër 7. Sakrifica mund të jetë një akt me kuptim dhe duhet të kërkojmë kuptimin mbi kënaqësitë e menjëhershme. A keni dëgjuar historinë për majmunin që u kap me dorë në kavanozin e biskotave? Sipas tregimit, kishte një biskot brenda një kavanozi të hapur dhe hapja e kavanozit ishte aq e madhe sa të hynte dora majmunit, por jo aq e madhe sa të dilte dora bashkë me biskotën. Pra, nëse ai do të insistonte të mbante biskotën, do të ngecej. Morali këtu është se ka një çmim për lakmin. Majmuni u kap sepse nuk pranoi ta lëshonte biskotën. Sa e ndryshme është kjo nga sjellja njerëzore. Sa njerëz ndjekin kënaqësi çdo ditë, që nuk janë në interesin e tyre më të mirë, dhe sa janë të paaftë të bëjnë sakrifica që janë në interesin e tyre më të mirë. Një nga efektet anësore të parit botën si një grop dëshpërimi është se e bën veçanërisht të lehtë ta justifikosh një jetë të bazuar në kënaqësi të menjëhershme që bëjnë më të durueshme. Përveç kësaj, nëse të bën të lumtur, nuk mund të jetë aq e keqe, apo jo? Kjo është logjika pas ngrënies së tepruar dhe alkoolit, përdorimit të drogës, dekadencës seksuale edhe sjelljeve të tjera që dëmtojnë veten. Anën tjetër të këtij argumenti e ka sakrifica, lloji që sjell gjëra më të mira në të ardhmen, duke hequr diçka tani. Kjo shkon prapa në kohët e lashta, kur fiset vendosnin ushqimin me njan për ta kaluar dimrin, ose për të ndihmuar ata në komunitet që nuk mund të gjuanin ose ta punonin tokën. Kjo është një tjetër temë që përfaqësohet shumë në Bibël. Kur Zoti e nxjerr Ademin dhe Havën nga parajsa, bëhet e qartë se mëkati i tyre origjinal është shkaku i jetës së ashpër dhe mizore që të gjithë duhet ta përballojnë. Megjithatë, vuajtjet tona në jetë janë sakrifica që duhet të bëjmë për të përjetuar gëzimet e jetës pas vdekjes. Kjo na çon tek rregulli 7. Kërkoni qëllime me kuptim mbi kënaqësitë e menjëhershme. Tani mund të mendoni se ky është një koncept i thjeshtë dhe diçka që shumica njerëzve e bëjnë tashmë, pasi që të gjithë sakrifikojmë kohën tonë për të shkuar në punë dhe për të punuar orë të gjata, tani që të mund të marrim një pushim më vonë ose të relaksohemi në plazh gjatë verës. Por kjo shkon më thellë se sa sakrifikimi dhe përfitimi personal. Ka gjëra më të mëdha dhe të vogla për të cilat mund të sakrifikojmë për të mirën më të madhe, dhe sa më e madhe të jetë sakrifica, aq më shpërblyese mund të jetë. Mund t'ju ndihmojmë të mendoni për lulën e lotusit. Kjo bim fillon jetën e saj në fund të një liçeni dhe centimetër pas centimetri arrin të dalë nga errësira derisa shfaqet mbi sipërfaqen e ujit dhe lulëzon në rrezet e diellit. Me fjalë të tjera, qëndroni tek diçka dhe jeni të gatshëm të bëni sakrifica për të arritur qëllimin tuaj dhe do të shpërbleheni.
Rregulli numër 8. Gënjeshtrat janë një mjet i zakonshëm i vetmashtrimit, por duhet të përpiqemi për një jetë të ndershme. Filozofi gjerman Nietzsche besonte se mund të matni forcën e shpirtit të një personi bazuar në sa të vërtet të papërzier mund të adhurojë, ndërsa e vërteta shpesh mund të konsiderohet një pasuri e çmuar në kulturën tonë. Megjithatë, ne gënjejmë vazhdimisht. Një nga arsyet kryesore për të gënjur veten edhe të tjerët është për ta marrë atë që mendojmë se duam. Psikologu austriak Alfred Adler i quajti këto gënjeshtra të jetës, dhe ato karakterizohen si gjërat që bëjmë dhe themi për ta kthyer një qëllim të menduar keq në realitet. Për shembull, mund të imagjinoni pensionin tuaj duke ndodhur në një plazh të izoluar në Meksik me një furnizim të pafund të margaritave. Ky lloj qëllimi mund të jetë aq tërheqës sa të vazhdoni të mashtroni veten, duke menduar se është i mundur, edhe ndërsa ngjarjet grumbullohen duke u bërë gjithnjë më e largët. Mund të zhvilloni madje edhe alergji ndaj diellit, rërës dhe alkoolit, por të vazhdoni ta gënjeni veten për këtë plan të përkryer, edhe pse nuk është realisht një plan, pasi nuk keni identifikuar hapa konkret që mund ta bëjnë atë të realizueshëm. Këto lloje deluzionesh shpesh shkojnë dorë për dorë me aftësinë tonë për ta mashtruar veten, duke menduar se tashmë dim gjithçka që na nevojitet. Kjo është një perspektivë veçanërisht budallaqe, pasi e mbyll dëshirën tonë natyrore për të mësuar dhe për të rritur. Por gjëra edhe më të këqija mund të ndodhin kur jetoni një jetë gënjeshtër dhe nuk jeni të gatshëm ta pranoni të vërtetën. Në poezinë epike të John Miltonit, Parajsa e humbur, Luciferi paraqitet si një karakter i arsyeshëm, por një që bëhet shumë krenar dhe i dashuruar me talentet e tij. Aq sa ai dhe ndjekësit e tij përjashtohen nga Parajsa për guximin për ta sfiduar të vërtetën e fundit të Zotit. Kjo na çon te rregulli numër 8. Ndaloni së gënjur dhe jeni të sinqert. Nuk keni nevojë të hiqni dorë nga secili nga qëllimet tuaja ambicioze, por duhet të jeni fleksibël, që qëllimet tuaja të jenë realiste dhe të reflektojnë të vërtetën. Ndërsa kuptimi dhe pikpamja juaj ndryshon, ashtu duhet të ndryshojnë edhe qëllimet tuaja. Edhe nëse jeta juaj është jashtë kursit, mund të jetë koha ta sfidoni të vërtetën aktuale që po ndiqni, atë që ju ka bërë të ndiheni të dopt, të refuzuar ose të pavlefshëm, edhe ta riafirmoni të vërtetën tuaj personale dhe të ktheheni në rrugën e duhur. Rregulli numër 9. Bisedat janë një mundësi për të mësuar dhe për të rritur, jo për të konkuruar. Mirja vjet pas vdekjes së tij, filozofi lash Sokrati konsiderohet ende një nga burrat më të mençur që ka jetuar ndonjëherë. Një nga arsyet është besimi i tij se vetmja gjë për të cilën ishte i sigurt ishte se nuk dinte asgjë, dhe kjo ishte një forcë drejtimi në bisedat e tij dhe në hapjen e tij për të mësuar. Kur merrni pjesë në një bisedë të sinqertë, duhet të jetë një proces i ngjashëm me të menduarit. Të menduarit në thellësi është në thelb ta dëgjoni veten ndërsa eksploroni dy anët e një çështjeje. Pra, në një farë mënyre po krijoni dialogun tuaj të brendshëm, gjë që mund të jetë e vështirë, pasi duhet t'i përfaqësoni saktë të dy anët, duke mbetur objektiv në përfundimin tuaj. Kjo është një nga arsyet kryesore pse njerëzit flasin me njëri tjetrin, që të mund të paraqesin më lehtë të dy anët e një çështjeje dhe të arrijnë në një përfundim. Edhe fëmijët e dinë këtë. Nëse një fëmijë mendon se do të ishte argëtuese të luante në një çati, ai mund t'ia sugjerojë idenë një mikut të tij, pastaj tregon rreziqet e kësaj ideje. Biseda që ndodh i lejon fëmijës me idenë fillestare të marrë perspektivën e re, të marrë parasysh sa e mundshme është që dikush të bjerë dhe të dëmtohet, dhe shpresojmë të marrë vendimin e duhur. Megjithatë, bisedat shpesh nuk shkojnë kështu. Në vend kësaj, një person ose të dy personat do të refuzojnë të dëgjojnë, ose do ta trajtojnë dialogun si një garë që duhet ta fitojnë për ta vërtetuar parashikimin e tyre. Kështu që në vend që ta dëgjojnë atë që ka për të thënë tjetri, do të mendojnë se çfarë do të thonë më pas, ose do të sillen si një garë për ta mposhtur njëri tjetrin. Prandaj, rregulli 9 është të dëgjoni atë që të tjerët kanë për të thënë, duke supozuar që mund të mësoni diçka prej tyre. Një këshill e thjeshtë për të qenë një bisedues më i mirë është të dëgjoni, edhe pastaj të përmbledhni ose të rikapituloni me zë të lartë atë që tjetri sapo tha. Kjo shërben për qëllime të shumta. Ndihmon të siguroheni që keni dëgjuar gjërat saktë, ndihmon që të qëndrojnë në kujtesën tuaj dhe redukton mundësinë e deformimit ose thjeshtimit të tepërt të detajeve për t'ju përshtatur anës tuaj të bisedës. Ndonjëherë e vërteta dhe dhimbja mund të jenë të vështira për t'u pranuar,
por ky është çmimi që paguani si pjesë e procesit të bukur të mësimit të rritjes. Rregulli numër 10. Ndërlikimi i jetës duhet përballuar me gjuhë të qartë dhe të saktë. Jeta është vërtet një tapiceri e madhe dhe komplekse. Megjithatë, ne zakonisht shohim vetëm pjesët e izoluara që na nevojiten. Nëse esni dhe shihni një mull në tokë, ndoshta nuk mendoni për degën, pemën, rrënjet dhe tokën që ishin të gjitha të lidhura para se të binte. Arsyeja është se zakonisht njohim ose i kushtojmë vëmendje vetëm gjërave që janë të dobishme për ne ose na pengojnë. Molla tërheq vëmendjen sepse përfaqëson ushqim dhe mbijetesë, por nuk mendojmë për pemën dhe tokën sepse nuk janë të dobishme për nevojat tona. Sigurisht, nuk mund të mendojmë për gjithçka gjithkohën. Bota është shumë komplekse për këtë. Pra mendja thjeshton gjërat dhe e bën më të lehtë ta vazhdojmë jetën tonë. Megjithatë, her pas here, diçka mund të ndodhë që ta shkatrojë perceptimin tonë për botën edhe ta bëjë gjithçka të duket kaotike. Kjo është arsyeja pse rregulli 10 është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Përdorni gjuhë të saktë dhe të qartë. Si ndihmon kjo? Mendoni për fjalën makinë. E dini çfarë është një makinë apo jo? Është një mjet që ju çon nga pika A në pikën B. Por kur ky mjet prishet në mes të rrugës A dhe B, a e dini saktësisht se si funksionon një makinë? A mund ta hapni kapakun dhe ta riparoni këtë pjesë të makinerisë komplekse? Ka shumë mundësi që kur makina juaj prishet, ndjeni një dëshirë primitive për të mallkuar dhe ndoshta edhe për ta goditur makinën, sepse nuk është kaq e thjeshtë. Kjo është ajo që ndodh kur gjërat bëhen komplekse dhe kaotike. Pra, për të rikuperuar, duhet të rivendosni rendin duke shpjeguar qartë dhe saktësisht se çfarë shkoi keq. E njëjta gjë duhet të ndodhë kur trupi juaj prishet dhe sëmureni. Mund të jenë shumë probleme që po ndodhin, kështu që duhet i tregoni mjekit tuaj simptomat saktësisht. A keni dhimbje stomaku apo temperaturë? A filloi pasi e hëngret diçka? Çfarë ishte? Duke qenë të saktë, mund ta rivendosni rendin edhe të ndërmerrni hapa për të ndjerë më mirë. Gjuha e saktë mund t'i bëjë që marrëdhëniet tuaja të funksionojnë më rrjedhshëm gjithashtu. A bën partneri juaj diçka që ju shqetëson, si për shembull të mos pastroj pas vetes? Sa më shpejt e jeni të sinqertë e të saktë me të, aq më e lehtë do të jetë jeta. Rregulli numër 11. Ka burra të këqij dhe shtypës, por sipas autorit duhet të shmangin shtypjen e natyrës njerëzore. Në librin The Road to Vegan Pearl të George Orwell, autori arrin në përfundimin se socializmi tërhiq të mbështetës në Angli jo për shkak të dëmshurisë për kushtet e rënda të minatorëve, por për shkak të urrëties ndaj të pasërve dhe të fuqishmëve. Sot ekzistojnë qëndrime të ngjashme ndaj udhëheqjes së dominuar nga meshkujt, e njohur si patriarkët. Patriarkati. Një burim influencues i kësaj urrëtie për patriarkatin është Mark Horkheimer i shkollës së Frankfurtit, bazuar në marksizëm, një mbështetës i ashtu quajturës teori kritike. Ai mendonte se arsimi dhe intelektualizmi duhet të përqendrohen në ndryshime sociale dhe në vend që të punojmë për fuqizimin e grave, duhet të synojmë të luftojmë të shkatrojmë shtypësit e fuqishëm në kulturë, pra burrat udhëheqës. Gjithashtu në kurset e shkencave sociale në përbot, veprimi politik i rekomanduar është shkatrimi i kulturës macho. Gjithçka ka të bëjë me shkatrimin në vend të riparimit ose krijimit, dhe sipas autorit, kjo ka lënë një zemrim ndaj sjelljes mashkullore, që mund të jetë tepër e ashpër dhe afatshkurtër. Për shembull, shumë student meshkuj përballen rregullisht me akuza armiqësore për të qenit pjesë e patriarkatit. Por, sipas autorit, rruga e ndryshimit të drejtë nuk duhet të përfshijë trajtimin e çdo burri si një abuzues seksual të mundshëm. Ndërsa është e vërtetë që shumë burra janë sjell keq, autori argumenton se burrat gjithashtu kanë përdorur qëndrimet e tyre natyrshëm agresiv për të mirë, si për shembull, duke marrë pjesë në konkurrencë të shëndetshme, duke eksploruar zonat e rrezikshme dhe duke bërë përparime të nevojshme. Ai kujton skateboardistët. Jashtë disa ndërtesave në kampusin e Universitetit të Torontos, kishte skateboardist të mrekullueshëm që tregonin guxim dhe gatishmëri për të përballuar rrezikun. Por më pas zyrtarët e qytetit vendosën të ndalojnë skateboardingun në kampus. Kjo na çon tek rregulli numër 11: mos pengoni të rinjt që të bëjnë skateboarding. Sipas autorit, ne mund të vendosim rregulla që shkojnë kundër natyrës sonë si njerëz. Rregullat tona duhet të na mbrojnë, por nuk duhet të bëjnë këtë në një mënyrë që shtyp cilësitë e mira tek njerëzit. Ne kemi parë tashmë një tregim të trilluar të asaj që mund të ndodhë kur burrat privohen nga mashkullorja e tyre.
Siç tregon historia në Fight Club, agresiviteti mund të bëhet një fryt i ndaluar që manifestohet me tendenca fashiste. Një reagim tjetër i botës reale ndaj emaskulimit është ringjallja aktuale e politikës së djathtë. E vërteta është se gratë nuk duan që djemt të rriten pa pasur mundësi për të mësuar gjëra vetë dhe për të qenë të pavarur. Ai pohon se çdo djalë ka një nën, dhe çfarë lloj nëne do të donte të kujdesej për një njerëz të varur dhe të pamatur. Rregulli numër 12. Jeta është e vështirë dhe e mbushur me dhimbje, prandaj është e rëndësishme të festoni gëzimet e vogla në jetë. A keni pasur ndonjëherë nevojë të kujdeseni për një person të sëmur? Mund të jetë një nga sfidat më të vështira të jetës. Vajza e autorit ka përballuar artrit të rënd që kur ishte 6 vjeçe. Ajo ka vuajtur nga dhimbjet e vazhdueshme, duke kërkuar injeksione të shpeshta dhe disa operacione për zëvendësimin e nyjeve. Nëse do të kishit një vajzë në këtë situatë, mund të mendoni se jeta është e padrejtë. Por është e rëndësishme të kuptoni se pjesët e errta të dhimbjes, vuajtjes dhe pikëllimit janë ato që ju japin vlerë momenteve të mira. Mendoni për Supermanin. Kur ky personazh u prezantua për herë të parë, ishte jashtëzakonisht i popularizuar, por më pas shkrimtarët e komikeve vazhduan të jepnin më shumë fuqi. Natyrisht lexuesit filluan ta gjenin shumë të mërzitshëm. Nëse nuk ka rrezik, fitoret e Supermanit janë të zbrasta. Edhe në të njëjtën mënyrë, momentet e mira do të ishin pa kuptim nëse nuk do të duhej të luftonin përmes vështirësive dhe vuajtjeve për t'i arritur. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme ta ndiqni rregullin 12. Merrni më të mirën edhe nga gëzimet më të vogla që jeta ofron. Duke ndjekur këtë rregull, do të jeni të sigurt dhe do të përfaqësoni jetën dhe vlerësoni çdo gjë të mirë që ju ndodh. Gjithashtu do të jeni të sigurt që do të përballoni kohët e vështira edhe kur zgjasin. Pas viteve të dhimbjes dhe shqetësimit, vajza e autorit më në fund gjeti një fizioterapist të ri që ndihmoi të gjente më shumë lëvishmëri, një farë normaliteti dhe shumë më pak dhimbje. Mund të ketë komplikime të tjera në të ardhmen, por të dy janë të lumtur që shijojnë përmirësimet para shkollës sa zgjasin. Kjo është qasja më e mirë për të pasur. Është ajo që të bën të ndalesh e ta përgdhelësh një mace kur e takon në rrugë. Mos harroni, nuk ka ditë pa errësira në natës, ashtu siç nuk ka rend pa kaos. Ka vuajtje në jetë, por është gjithashtu ajo që jep kuptim këmbguljes tonë dhe bën që momentet e paqes të jenë të jashtëzakonshme. Faleminderit që dëgjuat për mbledhjen e 12 rregullave për jetën nga Jordan Peterson. Mesazhi kryesor i librit është se për të ecur nëpër jetë duhet të përballesh vazhdimisht me sfida dhe vështirësi, dhe nëse ka ndonjë garanci në jetë është se me shumë gjasa do të ketë gjithmonë më shumë probleme që shfaqen, por ka gjithashtu bukuri dhe gëzime për t'u gjetur, pavarësisht se sa të shkurtra janë këto momente. Gjithçka që mund të bëni është të përpiqeni sa më shumë, të jeni të sinqertë dhe të drejtë dhe të shmangni egoizmin dhe krenarinë. Është gjithashtu e rëndësishme të merrni përgjegjësi për jetën tuaj dhe të mos fajsoni botën ose të tjerët për mangësitë tuaja. Në fund të fundit, vetëm ju mund ta përmirësoni jetën tuaj. Dëshironi këshilla praktike? Pyetni veten, si gabova? Ndoshta nuk do t'ju pëlqej përgjigjja, por kjo është një mënyrë për të vazhduar përmirësimin dhe për të qëndruar të sinqertë. Duke ju drejtuar kësaj pyetje rregullisht, do të mund shijoni kënaqësitë e përparimit çdo ditë, ndërsa vazhdoni të përpiqeni të bëheni një njeri më i mirë. Për çdo koment, ide apo sugjerim, ju ftojmë ta vizitoni blogun tonë nxic.art. Mendimi juaj është i rëndësishëm për ne dhe ne jemi gjithmonë të gatshëm t'ju dëgjojmë.